Atëherë, kjo është një ditë e madhe për Shqipërinë. Mendoj unë, mendojnë gjithë shqiptarët që në bankën e të akuzuarve gjendet një ish kryeminist, një ish president për korrupsion. A kanë bërë politikanët korrupsion në Shqipëri? Padyshim që kanë bërë korrupsion. Dhe ajo që thamë në vitin 2016 kur miratuam reformën drejtësi, me votën e të gjithëve, edhe me votën e atij që gjenden në bankën e të akuzuarve, që do të vijë një ditë në Shqipëri kur politikanët do të gjenden në bankën e të akuzuarve për korrupsion. Unë besoj se shqiptarët sot kanë më shumë besim të drejtësia dhe drejtësia është një institucion i cili po forcohet dita ditës. Ajo që mendoj unë që politikanët që vinë këtu duhet që të mbështesin drejtësinë, të mbështesin punën e lavdrueshme të prokurorëve të prokurisë posaçme, të cilët po të shmontojnë korrupsionin shumë vjeçar në Shqipëri. Zoti Berisha ka zgjedhur mos jeti pranishëm sot. Keni një koment? Kush është ky? Zoti Berisha. Ka zgjedhur mos jeti pranishëm sot. Është ditë e madhe për Shqipërinë për sa kohë që në Po ka bërë zoti Rusta një pyetje. Më fal. Më nga një për shtëpi. Atëherë po Klodi. Atëherë ju tha që është një ditë e madhe për Shqipërinë për sa kohë që në bankën e të akuzuarve është Sali Berisha. A ndani të një qëndrim në kohën ku në bankën e të akuzuarve vjen Erion Belia, Belinda Balluku, pra ato që janë të ngjashmit tuaj? Atëherë, po e them dhe njerë, që nga viti 1912, kur shqiptarët bën shtetën e tyre të parë, Shqipëria nuk ka qenë kurrë më afër Europës se sa është sot. Dhe arsyeja pse jemi shumë më afër Europës është reforma në drejtësi, e cila ka rikthyer besimin tek drejtësia, një besim që nuk ka qenë asnjëherë, dhe se rruga jonë, të lutem, se rruga jonë e Belinda Ballukut. Më lejo t'ju garantoj se Shqipëria nuk është kurrë më afër se Bashkimit Evropian, se institucionet e Bashkimit Evropian konfirmojnë dita ditës që Shqipëria po bën hapa të lavdrueshëm dhe t'ju konfirmoj se pritshmëria jonë që brenda vitit 2027 të mbyllim negociatat dhe brenda vitit 2030 në oborrin e Bashkimit Evropian të ngrem flamurin kuqezi është e vërtetë. Tani më prisni deri në Berishës ke një koment? Më pyeti zoti Rusta diçka. Ai qëndroi kallëzimit tim, se kjo ju intereson sot. Deklaruar i rrem zoti Balla. Strasburgu është shprehur për zvarritje 8 vite të procesit. Po mirë, ti je pas edhe me Ti je pas ke fation, ti je pas ke me për shkak detyrës. Atëherë, që ta dishti. Edhe ju për shkak detyrës. Që ta dishti. Këta që i ke banka akuzuarve më kanë kallëzuar mua për shpifje në vitin 2012. Pyti si e kanë fituar. Lutem. Nuk pyti. Tani, lemët që ke këto kushtetuese ti le. Tani një gjë është e sigurt. Këti kallëzimi tu e kam sill me vete, i qëndroj fjalë për fjalë. Ky është rasti tipik i korrupsionit të zyrtarëve të lartë, ku familjari jot shkon dhe u premton atyre që tu kthehet prona, u merr kontratën përpara me 5%, dhe 5% që është korrupsion, dhe Klodi, ti e di se sa të respektoj unë, po sot po flasim për korrupsion. Çështja për cilën flet ti nuk është korrupsion. Është dallimi i madh shumë. Do flisni vetëm për kallëzimin apo do keni detaje për te kallëzimit? Tani më fal se të je Anila, ti je sa unë politik, je ti në gazetari. Unë do përgjigjem çfarë të më pyesin. Por i qëndroj kallëzimit tim.